Që i bashkojnë të dy anët e fshatit Koretin të Kamenises është pothuajse shkatruar. E banorët e këtij fshati po kërkojnë nga komuna që ta rregullojnë urën edhe të lehtësojë qarkullimin e këtij anë, por këta të fundit po ankohen se nuk po kanë buxhet. Fatmir Afuna, banori i Koretinit, ka treguar se si pasojë e dëmtimit të kësaj ure, po rrezikojnë edhe fëmijët që pothuajse çdo ditë kalojnë nëpër këtë urë. Na jemi këtu që 50 vjet o 51 vjeç jam, çudojmë se edhe kemi kaluar në çfarë ure që katastrofë, në zonë sa shkojnë në shkollë. Kjo nyja është e komunës Kamenicës. Nyje që to është. Lidhës do të thonë se disa fshatra edhe me brezin kufitar këtu me breznis kalim kufitar. Po, tani jemi anku 100 herë këtu komuna ka thonë s'kemi mjet. Kjo 100 vjeçare simboli fshatit Koretin që kjo ure. Po, se ka njëta kemi na urë qëndrueshme se po nërishmi këtu. Edhe Batfi Hajdari, e cila kalon mbi këtë urë disa herë në ditë, thotë se gjendja e kësaj ure është mjaft e keqe. Këtu kalojmë tan ditën, se din as kur sa herë kaluhet këtu, edhe po duket më çka po shifet çka gjendje është. Kemi kërkuar me mu marrë një urë. Se këtu lidhet, jo veç fshati Koretinit, lidhet me Dajkos, me Rogoqic, me Karaqiv, me krejt lidhet që kjo urë qëtu. E sipas banorit të Koretinit, Haki Kovani, rregullimi i kësaj ure, e cila është në gjendje mjaft të rëndë, do t'i shkurtonte rrugët për banorët të kësaj ane. Kjo urë që është ka herë ndërtuar, por si po vinë ujërat, këtë urë peqojnë, e kështu gjithmonë me investimet e fshatit rregullojnë. Po si jani, jo vetëm se neve, si fshat, por ajo është e nevojshme edhe për rrefsin këtu që i lidhë fshatra tjera edhe shkurton rrugën në komunikacion.